Para pak minutësh sekondës, një përfaqësues i ekipit të futbollit Shkodra, se këtu me ty, foli direkt me presidentin. Përshëndetjen e presidentit do të lexojnë zoti Gaspar Marko. Pastaj do shkruajmë mikrofonin. Prasisht theksoj dhe kryetrajneri dhe drejtori teknik Tayyip Piraniqi kam rritur me faks teorin i numrit 1 të Federatës Shqiptare të Futbollit, zotit Armand Duka, drejtuar klubit të futbollit Shkodra dhe personalisht drejtori teknik dhe administratorit Tayyip Piraniqi. Një dorë përgjithje për profesor Piraniqi. Zoti Armand Duka thekson në mesazhin e tij përmes kësaj letre të dërguar posaçërisht për klubin Shkodra. Drejtuar zotit Tayyip Piraniqi, president i klubit futbollit Shkodra. I nderuar zoti Piraniqi, në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit kam kënaqësinë t'ju përcjell urimet më të përzemërta për shpatjen si kampion i kategorisë së parë për U15 dhe sezonin e ardhshëm futbollistik të jeni në kategorinë superiore. Urimet në zonë zoti Duka. Dhe me pas të vion, ky sukses përfason një rezultat të jashtëzakonshëm të punës së përbashkët për kushtimit të palodhur dhe vizionit të qartë që ju ka udhëhequr gjatë gjithë sezonit. Suksesi juaj është fryt i një pune të strukturuar në çdo nivel, nga drejtuesit e klubit, të stafit teknik dhe lojtarët që kanë dhënë maksimumin në çdo ndeshje. Ju uroj që këto kurorëzime të shërbejnë si një piknisje për sfida të reja dhe arritje edhe më të mëdha në të ardhmen. Edhe njëherë urimet e përzemërta për këto arritje të merituara dhe suksese të mëtejshme në vazhdim. Me konsiderat Armand Duka, president i Federatës Shqiptare të Futbollit. Urime zoti Tayyip Piraniqi për të letër dërguar posaçërisht në emrin tuaj. Dhe tashmë kemi edhe disa kurorëzime, disa nderime dhe certifikata minjoje. Njëra prej tyre vjen nga kryetrajneri i ekipit tonë kombëtar të futbollit të femrave, portieri dhe zëndara Arnel Grima. Para se me dorëzu këtë certifikat të vlerësimit, në fakt du me thonë dy fjalë, ju uroj shumë për titullin kampion, që t'jeni kampiona, duhet vazhdoni t'jetoni edhe të stërviteni si kampiona, sepse jeta sportive juja sopo ka fillu dhe këtë trofet duhet ju japin një motiv që jeta ju sportive t'jetë e gjatë, t'jetë e bukur dhe t'jetë gjithmonë me ti këtë kampion dhe me luftë formë, me sportivitet që ju të rriteni dhe të bani vërtet kampionës që të Shkodra. Që që uroj shumë, certifikat vlerësimi për fundim sezonit servitor 2024-2025 i jepet drejtorit Arjen Pacaj. Vazhdo, ti kush? Kënaqësi gjithmonë kur kemi Shkodrën përpara dhe sigurisht akademinë e Shkodra. Është akademia më e vjetër dhe po thuj që ka 28 vite ose 29 vite që po thuj këtë Tayyipin që e keni më tepër është kompleksi jem, po më tepër ka me të kënë fushë se sa unë të kompleksi. Kjo është Tayyip Piraniqi. Dhe të mund të javon në karit më të mirë, e jam Bujushi. Besoj të gjithë tjetë e para. Bravo, bravo! Good.
Si mentori më mirë? Mbrojtës më mirë. Regis Subej. Mirë bravo gjithë, do të uru suksese ju jembet më të mirë që ka Shkodra për momentin, që dojtë kampion. Shemë u duhet të njeku në vazhdia male ditën e hane, i shala me atë nga prepë që duke uru aty në vitore. Unë i dërdoj këtë certifikat, trajnerit tuj, pasarësit për Taibit, Rudit, që me punë e ti ka po që ju t'jeni këtë arritit. Korina Shuna, për kontributin e dhënë për shpalljen e ekipit Shkodra U15 kampion për sezonin futbollistik 2024-2025, Arjan Osmanaga. Mirë. Unë uroj për të qëta, unë jam të promoni kredifoz i vazhmis. Kam nerin sot që jam mes jush Brazili dhe që keni vidu titullin kampion U15. Nga por përshmes familjen Piranici për respektin që ka me njerë dhe najti tifozat e Shkodrës me një përkushtim malë me zemër male. Nështë e një tri fort, pasë duhet fort zemërimi ti sa e si baba juj. Unë kam pasët të goli i Majushit, kam pasët i qesë në i tisi shëmetet, lëtë në sëtë të ti. Pra, ta dini mirë, si ju të më shmirë, dhe ju lorën që ka qenë për ju që tjesë që të më përbara. Unë sot këtë ja uroj Sabian Prandit. Mirë mbrëma gjithëve, në emrin të prindërve të ish futbollistëve të klubit Shkodra, kam kënaqësinë dhe nderin miru profesor David Piranici, urimin për këtë titull që e kam merituar në zemër dhe në shpirt. Dhe unë, si prind, kam pas nderin edhe kënaqësinë që djali jem ashtërvit në ndurt e tij legendet futbollit shkodran. Dhe me këtë kënaqësi kam kënaqësinë të uroj këtë certifikat minore Arber Gjidaj. Përshëndetje gjithëve, në emër të shoqatës Regionale të Futbollit, kam dëshirë të përcjellim urimet më të përzemërta për shpalljen e kampionit të kategorisë së parë U15. Ky rezultat vjen si fal punës tuaj, fal punës së stafit teknik, por edhe fal punës së prindërve. Shpresoj që ky jetë vetëm një fillim i mirë për karrierën sportive dhe ju uroj të na të mirë në karrierën tuaj dhe një karrierë sa më gjatë. Nga përqimi, futbollistit Leo Rivalli. Po zgjat më shumë fjallë, kam kënaqësinë më të madhe, mi e thonë të certifikat vlerësimin e Nia Batalokut.
Mihran Maxhidre, është kënaqësi që do të mësosh. Një kujtimi më për ju se nga bëni krenar për ti punën tuaj, vështirën tuaj, sakrificën përsëri, si për shije, si për kohë mirë. Edhe ju uroj suksese në Super League, që edhe vitin tjetër në Super League jena prapë me trofet. Këtë certifikat shkon për një djenë mëloje. Ka një qëllim të veçantë që të kuptoni me punë, me djerës, me disiplinë, arjen që të shka. Kështu që ne do vazhdojmë punën si që kena vazhduar deri tani, të kemi rezultate, por qëllimi kryesor është përformimin e futbollistat tarmën me nivel të lartë që të losin jo vetëm Shqipëni, jashtë Shqipënisë dhe me kombëtarë Shqipënisë. Unë shumë shpejt do i lexoj edhe në të tjerë, por përpara do të keni kënaqësi dhe të keni motiv që këto certifikata, pavarësisht se mund të ishin individuale nga Smiani, nga Grimaj dhe nga mis tjerë, këtu do të jetë një motiv për ju, për vërtetësinë e punës tuaj, për çdo ditë dhe çdo minutë të mendoni për futbollin. Riyad Meta. Ruben Nargaj. Servis Tula. Denis Çile. Dhe artistë e mirë. Bravo! Djem ju falenderoj për këtë trofe që keni marrë. Ky është vetëm ndërgjyj fillimi, kena rrugë të gjatë për secilin për jush, ai që kupton qëllimin pse merrna me futbollin. Nuk është thjesht vetëm sport, por është edukim, disiplinë, formim, sa shëndetësor, ashtu edhe mendor, por në fundit klubi i futbollit Shkodra ka qëllim për të prodhuar futbollist me nivel të lartë sportiv. Këtë kuptojmë mirë, siç ishte sot, Bajushi, Sukaj, portieri Pacaj dhe gjithë tjerë të ecin shembullin e tyre. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Falenderim të veçantë për tavolinën e burrave. Tavolinën e burrave. Janë miq e klubit futbollit Shkodra, janë miq të futbollit. Dy prej tyre janë yjet të futbollit shqiptar, kombëtar, kanë hyrë edhe jashtë kufive, siç është Smiani dhe Grimaj. Janë dy njerëz më të rëndësishëm, nuk e veçoj në njëri tjetrin, që mund kanë motivu. Armin Grimaj ka pas portierët e ekipin në moshën tuaj dhe ka dalë kampion. Kuptojeni mirë me vllazërinë e Shkodrës. Armin Grimaj, kampion i Shqipërisë me ekipin U19 të klubit sportiv Vllaznia. Edhe një milion e diçka. Bashkëpunëtorin më të ngushtë timin nuk kam pas mirën në thona pasrame. Ka pas një bab të mrekullueshëm, bashkëpunëtori im dhe idealit për të bëhen futbollist. Ai njeri ka qenë njeri i veçantë si prem për djalin dhe si një bashkëpunëtor për muzikë trajner. Kam emocion të jashtëzakonshëm pa bursën mi. Edhe këtë nuk ka vlerë, po ka vlerë primi, një prim, i cili ka në shtetje të edukimit, formimit dialektik ka qenë bashkëpunëtorim dhe sot Mirë Grimaj lodhë këtë pozicion. Unë kam emocion. Hysën Zmiani, një bashkëpunëtor jemi në rëfite, jo vetëm si futbollist, që ka rritë kombëtare shqiptare, por edhe me ekipe jashtëtit, por edhe një dashamirës i futbollit, i klubi Shkodra dhe im. Tashmë do i marrë për rrallë gjithë të Ramoni, një fenomen i futbollit shkodran, një tifoz i jashtëzakonshëm. Kam edhe mikun tem aty, s'kam shumë e pa, është ai shoku aty për Hoxha. Nuk përmendit Dritan Salen, Jetmir Podgoricën, por edhe tani bashkëpunëtorët e mi, Rashketa,
Rudi Arpioni, profesionar gaj. Një përfasus prindve shamullor në këtë drejtim, vazhdimin asaj që thash për atër qimi, i të mos facilizoni, i të mos meriton me ta bodhën të lekshin ballu. Bravo! Gulli play,